Greta, të përshëndes, është mbledhur Këshilli i Mandateve në këtë moment që flasim? Po, Kasandra, ka 15 minuta që ka nisur edhe mbledhja e Këshillit të Mandateve Rregulloreve dhe Imunitetit për kërkesën e partisë, për kërkesën e prokurorisë së posaçme antikorrupsion për heqjen e imunitetit për numrin 2 të qeverisë dhe vendos kryeministren Belinda Balluku. Mbledhja aktualisht po zhvillohet me dyert të mbyllura, ndërsa në të ndodhen përfaqësuesit politik nga Partia Socialiste, janë 5 deputet antar të Këshillit të Legjislacionit, po aq edhe antar nga ana e Partisë Demokratike, ndërkohë që në mbledhje kanë mbërritur edhe prokurorët e çështjes Dorina Beko dhe Dritan Preçi, si dhe kreu i ri i SPAK Lodian Braho, ndërkohë që në mbledhje gjithashtu ndodhet edhe avokati i zonjës Balluku. Mbledhja dhe palët do të sjellin argumentat e tyre sa i përket kësaj çështje në mbledhjen që po zhvillohet ditën e sotme me dyert të mbyllura, ndërkohë që sa i përket procedurës duhet të theksoj se rregulloria nuk parashikon një afat se kur do duhet që ta mbyll shqyrtimin e kësaj çështje. Megjithatë, nga momenti kur palët zhvillojnë mbledhje dhe argumente dhe mbyllet zyrtarisht, po themi, shqyrtimi i kësaj çështje, atëherë Kuvendi, palët kanë 2 javë kohë për të paraqitur raporte të cilat mund t'i përcillen seancës plenare. Zakonisht palët kanë shkuar në seancë plenare me 2 raporte, të cilat mëtej do duhet të shqyrtohen dhe të votohen në parlament. Kërkohet për këtë votim një shumicë e thjeshtë votash, së paku 71 vota për ta rrëzuar apo planuar, po themi, raportin apo kërkesën. Megjithatë, më duhet të theksoj edhe një element tjetër që ka të bëjë me procedurën ligjore. Ligji ka edhe një parashikim të tjetër që në rastin se Kuvendi nuk merr një vendimarrje në harkun kohor të 3 muajve, pas këtij momenti kërkesa e SPAK rrëzohet automatikisht. Ndërkohë, Greta, po të ndalur pak së bashku edhe te një tjetër zhvillim, pas dhunës së dieshme nga deputetët e Partisë Demokratike në Kuvend, sot ishte parashikuar edhe mbajtja e mbledhjes së Sekretariatit të Etikës për të shqyrtuar kërkesën e socialistëve për përjashtimin e deputetëve të opozitës, apo jo? Po, Kasandra, megjithatë kjo mbledhje u shtyp për të martën me kërkesë edhe të deputetëve të opozitës, të cilët kërkuan kohë për të qëndruar në komisionet parlamentare, por edhe për të socialistë krijuan në seancë hedhur ujë në drejtim të kryeparlamentarit Popeleshi, prishur mikrofonët, por edhe të tjera, po themi, akte të cilat PS kërkon përjashtimin e 29 deputetëve.